Dhe domosdoshmëri historike që ky njeri tiki dhe Shqipëria të mbajë palëzgjedhje të lira deshme, hajde bashkohemi të paktën këtu. Të paktën të bashkohemi këtu. Dhe kjo është vija që i ndan të tërë. Do e konsideron këtë gjë, s'ke mos bashkohesh se në opozitje. Nuk e konsideron ose e konsideron vetëm me fjalë dhe bën gjë tjetër me veprimet e tua, prapë është problemi yt. Ne nuk kemi kushte fare. A ka necur përpara bisedimet me Shqipëria bëhet sepse ka diskutime në media që zoti Lapaj do bashkohet me Partinë Demokratike në këto. Nuk jam pjesë e këtyre diskutimeve, di që ka vazhdimisht komunikim, di që po ne do të bëjmë gjitha përpjekjet që fronti të jetë sa më i gjerë. Dhe domethënë bile më vjen, domethënë unë dua ta shoh më gjerë se kaq. Dua ta shoh që aty të bashkohen dhe grupe interesi, jo thjesht parti politike. Është shumë e rëndësishme të bashkohen dhe grupe interesi. Nuk e di tani sa grupet e interesit mund të bashkohen dhe a kanë mundësi për të bashkuar realisht apo jo. Grupe interesi, grupe që përfaqësojnë interesa, të cilët mos janë fare afër Partisë Demokratike, por bashkohemi në një pikë, në pikën që domosdoshmëria historike që Shqipëria t'i japi zgjidhje kësaj krize të jashtëzakonshme. Dhe këtu duhet bashkohemi. Dhe ne nuk kemi vënë kushte, nuk vëmë kushte dhe s'kemi për të vënë ndonjëherë kushte në këtë. Qartë. Zoti Rita, do i bashkoheni protestës? Kam vendosur të pranoj vetëm thirrjen e dialogut, grupit dialogut, nëse do ketë protestë kombëtare nga opozita, të gjitha thirrjet nga PD-ja dhe partitë e tjera unë i kam refuzuar dhe nuk kam shkuar në asnjë prej tyre dhe në asnjë takim sepse më duken pak të çuditshme kur nga një anë ne flasim për bashkëpunim për reformën territoriale, një herë shkojmë votojmë antar bordi Edi Ramën për Gazën, të nesme shkojmë në protest. Edhe këtu është e tepruar. O Ladri, mos i thuaj këto gjëra se është e tepruar. Po them gjëra faktike, ju keni shkuar në parlament dhe votuar. Kemi votuar Edi Ramën, po mos tani po them e pavërtet. Ti e di se si ka ndodhur. Edhe një herë tjetër. Ai ishte emri kryeministrit në tekst. Jo, nuk e kemi votuar ne atë. Atë ne me emrin e kryeministrit, jo vetëm se kemi votuar, kemi bërë Po e di që se keni votuar, po jo keni shkuar, keni legjitimuar procesin. Pra këtë gjë. Tani keni legjitimuar procesin. Jo më fare nuk e legjitimojmë. Ne keni këtë idenë se po fare mos e thuaj këtë gjë. Amerikanëve do jenë në rregull me amerikanat. Po këtë pa po bëni. S'ke nevojë të bësh goditje të tilla për të shtyruar si analist or tani. Ruaj, për mua ruaj performancën tënde dhe kaq. Ti e di fare mirë që ne kemi votuar, ta them, kemi votuar vetëm marrëveshjen parim. Dhe kur erdhi puna tek Neni që sanksiononte emrin e Edi Ramës, ja i kishte vënë me shumë s'po i them një emër tani, e kishte vënë me shumë stresllëk minimalisht atë punë, kemi paraqitur amendimin dhe ai nga gjithë deputetët e Partisë Demokratike është hedhur poshtë. Por ne tani është interesi i Shqipërisë, është dhe interesi që vjen poshtë. Dhe veprimin ton politike kemi bërë. Mos e thoni këtë që ju e dini fare mirë çka ka ndodhur. Mos e thoni që kemi votuar emrin. E pres nga një person në rrugë i pa informuar ta thotë këtë gjë, sepse manipulimi i ishte mistreslëk thotë zoti Bozdo. Është në rastin më të mirë mistreslëk. Mbase ka qenë njëjtë është i turp i madh, si për avokatin e popullit. Që në emër të ligjit, po jo më në emër të ligjit do emrin e tij. Ka hedhur tjetër gjë historia avokatit të popullit. Jo, ai nuk ka gjë me të hedhur këtu mos. Ai e shkruan ligjin vet. Nuk ka asgjë me të hedhur këtu. Ligjin e shkruan vet. Por këtë mos e thoni që Partia Demokratike votoi emrin e tij dhe çoj. Jo, nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Ka votuar marrëveshjen dhe marrëveshja është shumë e rëndësishme dhe marrëveshja do votohej nga Partia Demokratike. Për gjitha gjërat e tjera të personalizimit të Tiranës. Nuk kishte asnjë nxehtim me shkuar në parlament kur ju kishit shpallur. E solli më në parlament, Mos shko më zotëri, mos shko më votu. Si mos shkojmë? Mos shko më votu, mbajini qendrim politik. Mos shkoj votu. E shikon opozitën në Francë, pas e ke parë ndonjëherë këtë opozitën në Francë, që mbajnë qendrime patriotike, kur shqiptarët të bëhen francezë, e popullit vet. Shqiptarët të bëhen francezë. Po shikoni pra. Kur Shqipëria të visi Franca, hajde diskutojmë nacional. Shikoni Frontin Nacional të Jordan Bardelës dhe shikoni çfarë qendrime shman në raport me aleatin e tyre kryesor që është edhe Bashkuar të Amerikës. Po shikoni pak. Hapni, mos shikoni vetëm se çfarë mendon Berisha. Berisha thotë të shkoni të votoni dhe ju shkoni votoni. Le të shkonte Berisha. Le të shkonte Berisha vetë në parlament dhe jo Partia Demokratike atje për të bërë dekor. Një gjë mendoni ju që nuk ishte nxehtim se ju kishte thirrur protestë. Dhe uroj që përpara se protestës tjetër, pra po thos gjërat pa vërteta. Agjendën e parlamentit nuk e vendosim ne. I tham që keni bërë shkelje, i tham që s'duhet. Po ju detyrohet me zonë më shkruajtë, nuk ju detyrohet me zonë. Marrëveshja tani, ka një parti që ka votuar. Nuk ju marrin për dorë për t'ju çuar në parlament. Mund ta refuzoni, mund bani qendrim politik. Ra argumenti që kemi votuar Edi Ramën. Jemi dakord për këtë antar bordi. Ra argumenti që kemi votuar për Edi Ramën.
A ra ky argument që po nuk e ke kundra me, unë po them mos qytetarët ju. Ore ndoshta për ty PD-ja është problemi më i madh në këtë. Po nuk është PD-ja problemi. Po ndoshta është kështu, e thuaj është më ndershme ta thuash kështu se sa të rregullohesh ka gjë. Nuk është PD-ja problemi. Dakor, po mirë atëherë. Nuk është PD-ja problemi. Do vish në protestë, kjo është çështja. Të thash pa kur do vi në protestë, do vi, se nuk është çështje që do vi unë, se unë një person jam. Më kupton? Po jo, një person publik. Vetëm kur thrasi një organizëm më i madh se. Pra kur e thret PD-ja nuk vjen ti. Po kam qenë 100 herë nga kur ka thirr PD-ja pra. Tani më ka dalë nga. E mbyllim historinë këtu. Se ne kemi e kupton çka. Ka dalë shumë qenë pra po e thirrja ai u nuk vi. Ky është mohabet lagje, ky është mohabet te klubi. Po ma tha ai këtë gjë, unë nuk e, po ma dha teken ai unë sta pi. Po teken tjetër e pi. Po ky është mohabeti që po jemi duke bërë bashkë. Po s'është ky mohabeti, më vjen shumë keq tani. Po e thiri PD-ja unë zvi. Po e thiri ai tjetri që ka vajtur tek PD-ja, ai tjetri po më mbush mendjen dhe e tha. Po kjo është biseda që jemi duke bërë bashkë. Tani ti po bën monologun tënd, unë nuk të. Po mos ka monologun, unë po të pyes deri në fund këtë gjë. Unë po them, mos jepi mesazhe kundërthënëse ndaj qytetarëve të cilët mezi presin nga opozita, të marrë mesazhet e duhura. Sa herë që ka aksione politike për të nxjerrë Partinë Demokratike në dritë keqe. Dhe kjo është një retorikë që nuk e kontrollon dot Partia Demokratike. Se unë e kam nxjerrë Partinë Demokratike. Sepse mediat nuk kontrollohen nga Partia. Unë e kam bërë në ngrada Partinë Demokratike. Ç'historike me në ngrada? Po pra unë se e kemi nxjerrë në dritë keqe PD-n. Unë e kam bërë në ngrada Partinë Demokratike. Jo, qëndrimi jot konfirmon këtë që po them unë. O je i pa informuar, nuk shkon në Senat, nuk shkon lideri në Westminster, nuk shkon në Bundestag, nuk shkon në kush ata? Historia në ngradës tani. Kush ata? Ata që i merr përdore Fatmir Mediu dhe i çon në korridoret e 5-6. Je bën më radikal se Edi Rama. Në ngradë nuk e përmend me Edi Rama, nuk e presun ta përmendësh ti. Me ato fotot kënaqen ju. Lavdrim. Me ato fotot e korridoreve që bën atje. Edhe herë tjetër. Në ngradën nuk e përmend me Edi Rama, mos e përmend se është gjuna. Ta liderët nuk e di nga e ke gjithë të mbledh. Ambasador që do nuk e di nga e ke gjithë të mbledh, po kjo nuk të ndaron ty, absolutisht. Se juve po ju a thet vërtetën në sy, ju nuk e arrini të. Cila është e vërteta? E ndan ti. Ju nuk jeni të pranuar nga pikpamja ndërkombëtare. Po si jemi të pranuar? Po si jeni pa të pranuar? Nga e shikon që si jemi të pranuar? Jemi çdo ditë në dialog të plot me gjithë partnerët tanë, nga fillimi deri në fund. Nga fillimi deri në fund. Ca gjëra që ti dihen botërisht, shumica nuk dihen dhe s'ka pse dihen. Nga e diti që si jemi. Po i përmëndi historinë në ngratës, bie bën keq. Edi Rama s'ka guximin që kur u zgjot Trumpi ta përmendte më në ngratën. Nuk e përmend më ai këtë histori. Unë dua që lideri i Partisë Demokratike dhe lideri i opozitës të shkojnë në kancelarit botërore dhe t'i thotë që populli im po vidhet, populli im po shkelet. Po lëre më në Strasburg, ishte në Parlament Evropian, ishte në EPP, ka 7 rezoluta Partia Popullore Evropiane. Në rezolut në fundit e quajnë për herë të parë, në 2 vite e quajnë Shqipërinë narkoshtet. Po këto nuk hynë sy askujt. Me gjithë luftën e të mërshme që ju bë përdës. Ore, ne para 3 vite ishim në kushte eksistence. Mbjetojmë as mbjetojmë dot. Pa askush nuk i shikon këto. Dhe fajin e ka këtu gjithmonë viktima. Se kjo është retorika që i përcillet nëpërmjet studiove dhe ti kontribon dashur për dashur. Kjo është retorika. Ca plohesh, të thyen kockat. Nuk di ku je dhe fajin e këti, që nuk e mund t'i atë. Me koka po lëre më për qanë këto dhe ne kemi fajin për këtë punë. Për qa? Ju rratë me njëri tjetëri dhe ne kemi fajin për këtë punë. Mirë, dakor. Po pse si e veni fajin tjerëve njerë? Vazhdo me në ngradën të jemi. Oje, zotër Vishi, protesta e 10 shkurtit e thirrur nga opozita, çfarë prisni që rezultatet e kësaj proteste? Një protestë gjikohet në kushte sot nga pjesëmarrja, nga intensiteti dhe nga kozgjatja. Pra pjesëmarrja sa do jenë, nga do vinë, intensiteti do jetë e qetë, e dhunshme, e kombinuar, kozgjatja, do të thënë do zgjasi sa zgjat emisioni ose më pak, apo do zgjas më shumë protesta, dhe tjetra është çfarë risie do sjellë dhe çfarë kërkon të përcjell. Duke se jetojmë një realitet distopik, do të thënë çfarë që tha pak Lavdrimi pak në fillim të emisionit. Pra, retorika është maksimale, është narkoshteti, regjimi, vendi që s'bën zgjedhje, dhe shtrati përkruesit është të flasim për reforma zgjedhore, reforma territoriale, ligjet që duhen kaluar për hir të BE-s, pra mundësia e vetme që të jepet, dhe ky realitet domethënë është edhe çorientues. Sepse shumë e vështirë të përtypi njerëzit ty ekstremet. Pra,
një protestë me dhunë edhe një reformë bashkë reformë në parlament. Tjetra që të më thënë ngërthet me protestën ka të bëjë me faktin e tani protesti ka organizuar PD-ja. Pra, që në një farë mënyrë ka treguar avantazhe ndaj partive të tjera, them partive të reja ose partive të tjera opozitare që bazën, strukturën e vet, antarësinë, do të thënë e mobilizon dhe është e vetmja forcë brenda spektrit opozitar që mund të mbusheshe. Nuk e kanë dëshmuar të tjerët pavarësisht qëndrueshmërisë, siç ishte protesta e tej zgjatur e Adratik Lapajt. Dhe tek ajo që përmendi lavdrimi që forumi i dialogut politik, pra, ky lloj mekanizmi do të arrijë të bëj sheshimin e egove, pra në një farë mënyrë të këto flukse opozitare, sa do të vogla, do të jenë që të sjell bashk. Dhe tjetra është që si imponohesh ti një shumicë në parlament që është, të më thënë, kalon ligjet me votim cilësuar, pra e kalon 84-ën. Si do të imponosh? Si imponosh një shumicë që ka treguar që nuk ka shumë rëndësi, domethënë çfarë thotë vendimi i gjykatës kushtetuese, s'ka shumë rëndësi çfarë është ligji, s'ka shumë rëndësi veprimi që do bëj se e bëj vetë, s'ka shumë rëndësi procedura, rregulli, kodi etikës, dhe shohim pak edhe në parlament. Cilat janë rrugët që i imponosh? Dialog, ku diun propozimet mençura, artikulim i bukur,